Këto ditë ishën në Gjakov, majnë, si kalove? E vështirë kalosh keq në Gjakov. Gjakov kalon gjithmonë mirë. Ka shumë histori ky qytet. Ka shumë shqiptari ky qytet, siç ka edhe shumë momente të vështira. Jemi të folë shqip këtu në Gjakov. Jemi në një nga qytetet më të rëndësishme çështjes shqiptare. Kështu që për mua është kënaqësi dhe absolutisht ndjem gjithmonë mirë kur vi në Gjakov. A paguhet ja, kush ka paguhet? Ju Gjakovarët e keni qefak me cyt shumë, Është qyteti i vjetër, qashqia, kjo ka qenë me djekën e gjithë, është qyteti vetëm që ka pasur brigadën, dhe është bërë luftë brenda qytetit. Shumë djeme vajza të Gjakovës kanë luftu, dhe Serbët në shenjë hatmare kanë dhënë shumë qytet për shkak se djemë të Gjakovës dhe vajzat kanë qenë të gjithë po thuaj bashkangjitur në luftën në qytet. Pikërisht për këtë arsye thash që në këtë qytet flet çdo gur. Domethënë po të kishte zë guri, do tregonte, do rrëfente. Domethënë lufta e Kosovës është e fundit, ai luftë e jashtëzakonshme, dhe shërjedhoi e një rezistencë të gjatë për me rujt çështën shqiptare. Gjakova e ka këtë. Është nga qytetet shqiptare që e kanë treguar më fort se shumë tjera. Është renditet mes qyteteve që ka ditë me rujt dhe me rezistu, me kundërshtu çdo lloj pushtuesi shqiptar. Dhe qytetet tilla duhet ditë t'i vlerësojmë. Janë një grup qytetesh në Kosovë, të cilat meritojnë që të promovohen më shumë, të rrëfehen më shumë, tregohen më shumë, sepse kanë rezistuar gjatë gjithë kohës. Është krenari kjo. Majnë emisioni Gjurmë Shqiptare ndër emisionet më të rralla, për shkak se dihet tash është të zhvohet gjithçka komercializëm, ju keni vazhduar historinë. Pse zgjodhet me histori? Kemi nevojë me tregu traditën, trashëgiminë, kulturën, historinë tonë. Si do ta ndërtojmë të ardhmen pa njohur vetveten, pa njohur thellësisht vetveten. Të gjithë kombet e zhvilluara i kanë forcuar dhe i kanë ngritur gjërat e tyre mbi themele të forta. Dhe ne nuk mund të bëjmë ndryshe. Ne nuk mund të themi do të krijojmë një të ardhme pa patur një të shkuar, pa krijuar profitin e atyre njerëzve që kanë dhënë gjithçka për çështjen shqiptare. Ne duhet i njohim, duhet i vlerësojmë dhe mbi veprën e tyre të ndërtojmë absolutisht të ardhmen. Ndryshe nuk do të shkojmë kërkund pa patur themele të forta, themelet e disa njerëzve të mëdhenj që kanë bërë për çështjen shqiptare. Keni vizituar shumë vende troje tona shqiptare, dokumentar, fshatra, çfarë kalon përshtypje më shumë te qenia jonë shqiptare. Ka emisione kur shqiptari thotë nuk jam shqiptar. Kam djerë dhimbje në momentet e caktuara. Kam djerë dhimbje sepse kam gjetur familje shqiptare ku më thoshin se gjyshja ka fol shqip, nona baba ka fol shqip, po unë jam diçka tjetër, shëdhimshme. Tregon fatin që kanë kaluar, që kanë përjetuar shqiptarët. Por nga krau tjetër është edhe një thirrje, një apel që ne t'i mbështesim, të përpiqemi t'i shpërurosim, të rrëfejmë rrugën. Ne nuk mund të presim që ata shpesh ta bëjnë këtë gjë vetë, pa i mbështetur askush. Jo, ne duhet jemi pranë tyre. Dhe rasti më tipik mua më ka ndodhur në Sanxhak Pazarit të Ri. Kur unë kam qenë herën e parë, mezi kam gjetur disa njerëz, mezi jam orientuar, mezi kam gjetur disa banorë që më flisnin në shqip. Kur kam vajtur herën e dytë, gjërat lëvizën jashtëzakonisht shumë. Kur kam vajtur herën e tretë,
vinin nga të gjitha krahët shqiptarë të cilët donin të tregonin që ishin shqiptarë. Dhe rasti më tipik ishte në fushën e Peshterit sipër, kur ne na vjen një moment caktuar policia serbe. Kur ishte nuk di të flas serbisht. Dhe ata filluan duke bërtitur. Ne ishim 3 veta. Në një moment i them djalit largohet paktën të heqim, të ruajmë filmimet që kemi bërë. Kur nga fshati që ishte më i afërt, dali një grup djemshtëri, të cilët filluan duke u bërtitur policisë serbe. Ne s'po kuptonim asgjë sepse gjithçka zhvilloi në një debat në serbisht. Dhe vjen pas një burr në mosh që fliste shqipen atë gegnishtën e vjetër, siç e ruajnë Sanxhak, dhe thotë, "Shiko, po i përzen, po i thon ç'pun keni ju me vllaznin tan." Pra, pavarësisht se ata kishin humbur gjuhën, kishte mjaftuar që ti gërvishtej identiteti i tyre me 2 emisione më parë, dhe tek i treti ata e kishin kuptuar që tashmë duhet t'i riktheheshin rrymëve tyre dhe më shihnin mua si vllajën e tyre. Siç shihnin çdo shqiptar tjetër. Është shumë e thjeshtë. Ne duhet të gjendemi pranë. Sot rrjetet sociale, mediat online, mundësitë e jashtëzakonshme që janë për të shpërndar, duhet shfrytëzohen për të qenë pranë tyre. Dhe kjo kishte bërë që këto raporte zvogloheshin, sepse sigurisht emisionet e para kishin vajtur tek ta dhe mua më ka ndodhur që ka marrë edhe shumë emaile apo mesazhe në rrjetet sociale nga shqiptarë të zonës Sanxhakut të Pazarit të Ri, të cilët kishin humbur shqipen, shkruanin në anglisht, ishin në Gjermani apo dikun tjetër, që thoshte dhe unë jam shqiptar, e kishin qef, donin me u identifikuar që ishin shqiptar. Dhe pastaj kthehemi tek pjesa që mua më dhem, është fakti që ne nuk flasim kurrë për ta, në mënyrë institucionale flas. Domethënë shqiptarët e Pazarit të Ri për shkak nuk përmenden kurrë, nuk flitet për ta kurrë, nuk diskutohet për ta kurrë, nuk ka një plan se ç'do të bëhet me ta. Dhe kështu ndodh për fat keq me shumë zona që janë deshqiptarizuar, pra që kanë qenë dikur shqiptare, ku sot flitet shqip, gjithçka të identitetit tyre kanë shqiptar, por deklarohen diçka tjetër. Dhe e bukur është që Sanxhak Pazari i Ri, se më kujtua, ka qenë dhe një element tjetër. Edhe ata që më thoshin jemi bosnjak. I kuptova një hilepo i quaj kështu dhe i thosha, "Jo, ke vajzë djalë? Po. I ke martu? Po." Ata kanë traditë si në familjet shqiptare që mbajnë dividit të martesës. Dhe i thosha, "Ma veç ik dividin." E veshin dividin dhe këngët më qëndrore të dasmës tyre kanë çohu Rexho, çohu djalo, çohu biri në nëso, apo vallën e Teutës. Pra edhe ata që nuk e pranonin fakt dasmën me valle dhe me këngë shqipe e bënin. Por ne duhet të gjendemi më afër. Duhet të kuptojmë çfarë kanë kaluar shqiptarët që mbetën jashtë Shqipërisë politike. Me kuptu vështirësitë dhe presionin dhe trysninë e jashtëzakonshme që kanë përjetuar. Dhe me ndihmu me u rikthy tek rrënjtë e tyre. Cila është ajo, domethënë me përmend institucionet shqiptare, po fus këto dhe Kosovën. Cila është kontakti i jot me ata? Ka kërkuar dikush ndonjë informacion ose si të qaset? Po flas për shtetin shqiptar dhe shtetin të Kosovës. Jo, për fat keq. Jo. Domethënë, prandaj e thash që në rastin e zonës Sanxhakut Pazarit të Ri, ku janë ekzistuar shqiptarët aty, as kërkush nuk ka ardhur kërkoj informacion. As kërkush nuk ka vajtur që të shohi se si mund të krijojë një lidhje me ta. As kërkush nuk më ka thirrur dhe thotë, "Shiko, si mundet të bashkëveprojmë që të përpiqemi që këtyre shqiptarëve të gjendemi afër." Jo, kjo nuk ka ndodhur. Kjo është nga ato elementet që ne të shalojmë gjithmonë. Pra nuk dim të funksionojmë në mënyrë institucionale dhe për t'i mbështetur shqiptarët në vështirësi të tilla. Ne nuk mund t'i lëmë ata sikur nuk ekzistojnë. Sepse kur shkoja në shtëpinë e njërit prej tyre atje, Sali Bajrit, gjithmonë thoshte, "Edhe mos na harroni se të djegun jena ne për Shqipni." Unë si harroj fjalët atij burri. Ma ka thënë disa herë se e vajt. Sepse i vinte nga shpirti, nga zemra, nuk ishte qenë kurrë në Shqipëri, asnjëherë. Ama Shqipërinë e kishte gjithmonë brenda vetes tij. Dhe si mundet tani ta lëm dhe mos ta mbështesim atë njerëz? Si mundet t'i lëm dhe mos i mbështesim shqiptarët e Sanxhakut dhe shqiptarët ku do janë? Nuk mund të pranojmë që të vazhdojë dhe sot në zonat caktuara asimilimi. Është e pafalshme. Kjo punë që bën Marini, që bën ju,
A është kauz apo është vetëm një punë televizive që në ke profesion? Është gjak, është diçka që mua më rrjedh në vena, është zemër, është shpirt, është diçka që ti e ndjen për brenda. Nuk e shpjegon dot. Është diçka që ty të vjen natyrshëm, është një emocion që ti nuk e përballon dot. Kur ti takon një shqiptar atje dhe kur ai të flet dhe kur ti kupton dhimbjen që ka kaluar, historinë e tij, ti e ndjen për brenda vetes. Unë nuk kisha zgjedhur të bëja një llogari më komode. Por jo, nuk e dua këtë lloj llogarie komode. Dua një lloj llogarie që ti shërbej çështjes shqiptare, të na shërbej. Dhe përpiqem të vë një gur, sado i vogël qoftë, në atë që unë e quaj një kështjellë të madhe që është kështjella e çështjes shqiptare. Sigurisht që sa më shumë të bëhemi bashkë, të përpiqemi të vëmë secili nga një gur, do ta bëjmë kështjellën tonë shumë herë më të fortë. Çka na mungon që nuk jemi bashkë? Cila është ajo mangësia shqiptare? S'na mungon asgjë. Duhet ta kuptojmë që bashkë jemi më të fortë. Është shumë e thjeshtë kjo punë. E kam marrë shpesh si provë për ta theksuar këtë në takimet e mia. Ne kemi foto emblematike që është Ismail Qemali me Isa Buletinin. Tani si do bëjmë? Ta presim këtë fotografinë dhe themi që Isa Buletini është i Mitrovicës, i Buletinit atje dhe Ismail Qemali është i Vlorës, por nuk e presim dot, ata kanë dalë bashkë në një moment shumë të rëndësishëm për çështjen shqiptare. Ata janë bashkë dhe ne nuk mund ta zhbëjmë këtë gjë. Ne nuk mund të themi që shqiptarët e Kosovës me shqiptarët e Shqipërisë, me shqiptarët e Iliridës, me shqiptarët e Malit Zi dhe me shqiptarët e tjerë ku do ndodhen trojet e tyre autoktone kanë histori të ndryshme nga njëri tjetri, sepse nuk e kanë. Historia jonë është e njëjtë. Vërtet stërgjyshit e mi kanë luftuar në jug apo në juglindje, por stërgjyshit tuaj kanë luftuar në veri dhe në verilindje, por kanë luftuar për një çështje, për një flamur, për çështjen shqiptare. Këtë duhet kuptojmë. Duhet ta thrasi gjaku. Duhet kuptojmë që trojet shqiptare janë ngjy me gjak. Duhet dim të respektojmë historinë, identitetin dhe kulturën tonë. Është pasuri e jashtëzakonshme. Mendon që do të vijë ajo dita që kemi të bashkuar? Unë them që po, nëse më pyet mua, është ajo që më do zemra, është ajo që më do shpirti. Është ajo që na do historia, tradita, ajo që na do e ardhmja. E ripërsëris ne bashkë jemi më të fortë. Ne nuk mund të zhbëjmë ato që është historia jonë, e përbashkët. Është historia jonë, është identiteti ynë. Dhe kjo është fakt, nuk mund ta zhbëjmë këtë gjë. Sa është e vështirë të realizojnë këto emisione, duke ditë që shteti serb, malazez, Macedon pengon, natyrisht i godet ata. Sa ki pas vështirë me rastet të punë? Po vështirësi kemi pas goxha. Shumë, unë jam prej 10 vjetësh, dë 19 gusht 2022 bëra 10 vjetë që jam non grata në Greqi. Themi rrezik për sigurinë kombëtare. Jam rrezik i jashtëzakonshëm se përdor të vërtetën dhe për të vërtetën për sa vende dhe sa duket është e rrezikshme. Sigurisht kena pas probleme në Serbi shumë shpesh. Policia na ka ndaluar në mënyrë të vazhdueshme, patjetër që në kufi, por dhe brenda në Serbi, më thënë mbaj mend që në Medvegj jemi ndaluar disa herë, madje kanë ardhur edhe në hotel. Në darke na kanë kontrolluar komplet, na kanë kthy rrobat dhe mbaj mend kur ishim atje që unë duke patur droje se mund të rivinin dhe mund na vinin në rrezik të gjitha filmimet që ne kishim kryer. Gjatë gjithë natës, pavarësisht se interneti ishte shumë i dobët, unë merja të çoja plane me ujë transfer, më thënë i transferoja në Tiranë dhe ngrihesha prapë nga gjumi nisja nga fillimi. Domethënë ka qenë një natë e gjatë mbaj mend atë natë, ku flija 20 minuta, çohesha 20 minuta tjera çoja pamje. Pastaj flija prapë. Domethënë situata të tilla na kanë ndodhur në mënyrë të vazhdueshme. Kemi patur edhe patjetër edhe në Maqedoni
raste të tilla, sidomos gjatë kohës kur pushteti ishte Gruevski, ku ishte një pushtet shumë nacionalist. Do të thënë njësia Alfa na ka ardhur, na ka ndaluar në mes të Shkupit, sapo kemi dalë nga hoteli, na kanë mbajtur për orë të tëra në komisariatin qendror në Shkup. Tani, përtej këtyre është frika që kanë nga e vërteta. Por e vërteta nuk mund të fshihet. Ti mund ta ndalosh Marinin, nuk ka asnjë problem, mund ta ndalosh edhe grupin e Marinit, dhe bashkëpunëtorët e Marinit. Por nuk e ndalon dot të vërtetën. Do vi dikush tjetër do ta bëj ndoshta edhe më mirë se Marini. Sepse e vërteta është diçka që sado që ti ta mbysësh, ta shkelësh, ta fundosësh, në një moment caktuar do dalim sipërfaqe. Ne thjesht duhet ta ndihmojmë të vërtetën ndali. Marin, përveç jush që e bëni emisionin Gjurmët, ka pak organizata të mirë me bashkimin e trojëve tonë. Dhe ata janë edhe tifozat fuqëse. Mendon që duhet të ketë më shumë grupe politike, të dinë qasjen politike që të arrijet të bashkimi? Nuk janë pak grupe, ka shumë. Problemi më i madh është që ne çalojmë pastaj tek bashkëpunimi, tek koordinimi të gjitha grupeve. Se ka gjithkund. Jo vetëm trojet shqiptare, por ka gjithkund në mërgatën shqiptare, ka shoqata, grupime, të cilat janë të inspiruara nga kjo. Por, koordinimi nuk është shpesh në ato nivele në të cilat duhet të jetë. Sigurisht që duhet krijojmë tjera, por mbi gjitha unë kam thënë shpesh që sot e rëndësishme është koordinimi, bashkëpunimi, organizimi më i madh. Të kuptojmë ku duam të shkojmë dhe si duhet të shkojmë. Nuk duhet jemi të prirur që hajde të krijojmë secili një grupim, një shoqat dhe të rim kështu të ndarë, secili për hesab vet, kur thot populli. Jo, ne duhet bashkohemi dhe të koordinojmë të gjitha veprimet që bëjmë. Dhe të krijojmë lobingje shumë herë më të forta se i kemi krijuar deri më sot. Në krahasim me vite tjera, pas 30 vjetëve dhe Kosova dhe Shqipënia dhe Ilirida janë më mirë në kuptimin politik shqiptar, të kauzës shqiptare. Çka të pengon më shumë te politik bëja jonë? Cila është ajo që duhet të shpërthej? Po të doja të shikoja më afër. Domethënë, politika është njëra anë. Çështja kombëtare është ajo që duhet t'i bashkojë. Duhet të jenë më të koordinuar, më të organizuar me njëri tjetrin. Pavarësisht çdo debati që kanë me njëri tjetrin. Pse jo të futen në një dhomë, edhe të rrehen po të duan, edhe të shahen po të duan. Por kur dalin jashtë asaj dhome, qëndrimet duhet të kenë unike. Duhet të kenë përbashkëta. Duhet të kuptojmë se jemi shumë herë më të fortë duke e forcuar zërin ton, duke e bashkuar zërin ton, duke e treguar se qëndrimet mundemi të mbajmë të njëjta. Nëse ne dalim publik dhe mbajmë qëndrime kundër njëri tjetrit, ata që sigurisht nuk na kanë dashur kur do fërkojmë vetë zhbarkun. Këtë do të doja shumë nga politika. Që tek çështja kombëtare të jenë më aktiv dhe më të fortë, më bashkëpunues me njëri tjetrin. Emisioni Gjurmës po them përsëri. Para se ta bësh emisionin, ke menduar që do të takosh njerëz ose shqiptar që mohojnë, që të kalon përshtypje më shumë në një rast specifik që e ke? Raste ka shumë. Domethënë, e thash pak më parë që më thot gjyshja shqiptar, nona baba shqiptar, po unë s'jam shqiptar. Dhe tillë kam pa shumë zona. Dhe ndihesh keq. Të them, sepse e kupton që ish injektuar ky lloj asimilimi. Dhe ka kudo. Por ashtu siç kupton që me ta po të punohet, po t'u jepet një mbështetje, absolutisht arrihet rezultate shumë të mira. Çka bën Marini përveç profesionit, përveç gazetarit, ti që edhe futboll lun? E adhuroj futbollin, është pasioni im i rinis, unë e kam ndjekur që i vogël, kam luajtur me të gjitha grup moshat në Shqipëri. Edhe sot që unë kam mbi shpinë 3 operacione në këmbën e djathtë, unë përpiqem të luaj gjatë gjithë kohës. Pavarësisht se njerëzit që e dinë që unë kam këto 3 ndërhyrje, më thonë ti duhet jesh përfundimisht i çmendur se s'ka mundësi domethënë që edhe të kesh gjithë operacione dhe të vazhdosh të luash futboll, por e dua, është një pasion që unë e kam për zemër shumë. Ti të zgjedh mes futbollit edhe emisioneve në gjuhë? Shiko, do kisha zgjedh gazetarin, sepse ky është një pasioni imi. Ndërsa me gazetarin përpiqem të shërbej çështjes shqiptare, që është shumë e madhe sa gjithçka tjetër.
A mendon që je përmbush me misionin gjumë, se ka përmbush atë shpirtin, atë idealin e majnë? Do ndjemi përmbushur atëherë kur shoh që do të kemi rezultate të mira. Do përpiqem që të jem kudo duke shplurosur, duke tregu, duke rrëfy të vërteta për kombin tim. Dhe duke bërë këtë punë me shumë pasion, me shumë dashuri, dua të shoh sigurisht që diçka nesër të ketë shërbyer ky mision. Dhe shpresoj shumë që diçka të ndryshojë. Dhe ato zona që unë sot mund të jem zhgënjur, sepse kam parë që ka shumë të asimiluar, pse jo? Nesër t'i shoh që po rikthehen tek rrënjët e tyre. Unë mbaj mend ka ndodhur në disa fshatra në Ilirit, ku të rriturit nuk flisnin shqip. Ishin rikthyer te rrënjët, por shqipen e kishin humbur. Ishte hap shkolla shqipe, fëmijët shkonin gjithë, po me prindit e tyre pavarësisht që ishin familje shqiptare, nuk flisin dot shqip. Pra, do doja që gjithkund të niste kjo thirrje e zemrës, kjo thirrje e shpirtit, kjo thirrje e gjakut, kjo thirrje e rrënjëve, por të rikthyer tek identiteti ynë. Është një proces jo i lehtë në zonat caktuara. Por ama ne duhet i mbështesim dhe ata vetë duhet të dëgjojnë zemrën. Duhet të kuptojnë se çfarë kanë qenë të parët e tyre. Se çfarë ka qenë gjyshi dhe surgjyshi. Se çfarë gjuhe u ka fol nona. Është diçka që duhet të vi nga brenda shpirtit, një thirrje brendshme për të rikthyer tek rrënjët e tyre. Nuk duam ta asimilojmë askërkën që nuk është shqiptar. Përpiqemi të shplurosim ata që janë shqiptar. Unë ndihem krenar për historinë e shqiptarëve, kur përmend faktin që ne asnjëherë nuk kemi përpjek me i vajt kërkut në shtëpi. Kemi luftuar dhe jemi mbjetuar për të mbrojtur trojet tona. Ky është thelbi. Dhe prandaj duhet të shkojmë këtyre shqiptarëve të shumë të asimiluar, me një mbështet dhe me bëu me kuptu gjithë të histori, gjithë të vështirësi që kanë kaluar. Deri kur do të vazhdon majnë? Do ta bëj sa të më ketë dhënë ditë Zoti. Do përpiqem ta bëj gjithmonë, sepse është diçka që e dua, e bëj me pasion, e kam me dëshirë. Se sa do zgjas kjo gjë nuk e di, sepse nuk e kam të qartë se sa ditë më ka caktuar Zoti më pas. Për te gjurma ke menduar majnë në gjë kuptimin e fejt kombëtar të shqiptarizmit? Jemi përpjek të realizojmë në forma të ndryshme organizime në Mërgat. Unë para rreth një javë 10 ditësh isha në Suedi i ftuar, ku kam mbajtur disa ligjërata. Dhe këtë e kam bërë në mënyrë të vazhdueshme, në Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Shtetet e Bashkuara, me idenë për t'i bërë thirrje Mërgatës që të bashkohet, të jetë më e fortë, mos qëndrojnë secili në cepin e tij, po themi kështu. Ti mshojnë fort faktit që fëmijët duhen çu në shkollat shqipe që funksionojnë nga shoqata ndryshme që janë hapur në gjithë këto vende ku Mërgata jeton, sepse sa do vjet do vështirësohet kjo pjesë, se brezat shkojnë dhe sigurisht që mund ndodhi që të harrohet shqipja. E kam bërë një thirrje shumë të përzemërt që ja kam drejtuar Mërgatës. Gjatë verës fëmijët e tyre duhet përpiqen t'i sjellin tek gjyshi, tek gjyshet në trojet shqiptare. T'i sjellin fëmijët këtu, të vinë, të rinë këtu, të shahen, të rrëzohen, çajin, ta bëjnë shqip. Po ja u ngulitën dhe po ja u njeftuan këtë gjë që në fëmijëri nuk do ta harrojnë më kurrë. Sepse po humbëm gjuhën shqipe, i kemi humbur të gjitha. Gjuha shqipe është e shenjtë dhe ne kemi shembull të jashtëzakonshëm që janë arbëresht, që kanë ruajtur fort gjuhën shqipe, pavarësisht shekujve që kanë shkuar, dhe kjo është një krenari që duhet ta mbartim edhe ne sot. Majnë, faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi e gjithë.